Më ndodh shpesh me ministrat e mi që të kem debate dhe pastaj të dëgjoj fjalën nuk është e lehtë. Edhe unë i them, po t'ishte e lehtë, do të vinte radha aty? Do ishim bërë tjerë. Po t'ishte e lehtë, do më vinte radha mua, pse duhet isha unë sot kryeministri i Shqipërisë, dhe pse duhet hyja unë në politikë, dhe pse duhet bëhesha unë ministri i kulturës, kryetari i bashkisë, etj. Unë isha një artist në jetën time. Pse? Sepse të tjerët nuk i bën dot gjërat. Pra, është shumë e vështirë, është shumë e vështirë, nuk është e lehtë, absolutisht. Por ama nga ana tjetër, është një histori shumë e dhimbshme ku shef që në anën tjetër, janë dy anë, është opozita, është qeveria, është shumica, është pakica. Dhe shumica ka pasur zhvillime të vazhdueshme, të natyrë ndryshme, pakica ka pasur vetëm ujë të ndënjur.